sigurohen pajisje moderne mjekësore në vlerë totale prej rreth $500.000.000 amerikan, të destinuara për 4 spitale rajonale, Gostivar, Veles, Strumic dhe Struk. Donacioni realizohet në bashkëpunim me partner ndërkombëtar, përfshirë shtetin gjerman dhe organizatën Projekt Hope. Vetëm për spitalin e përgjithshëm në Gostivar, vlera e pajisjeve arrin rreth $130.000 amerikan. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se pajisjet kanë vlerë shumë konkrete dhe humane, pasi synojnë përforcimin e kujdesit për nënat, të porsalindurit dhe pacientët më të cenueshëm në këto spitale. Realizimi i projekteve në shëndetësi është shumë i rëndësishëm, është shumë domethënës për çdo qytetar ku jeton. Slogani jonë e dini që është shëndetësia më afër qytetarëve. Sot është edhe një projekt që bashkë me partnerët ndërkombëtar me shtetin gjerman, po realizojmë këtë, le të themi, infrastrukturë teknologjike në departamentin për nëna dhe fëmijë, do një institucion i cili vërtet është shumë i rëndësishëm për qytetin e Gostivarit. Ambasadorja gjermane në Shkup, Petra Drexler, potencoi rëndësinë e bashkëpunimit që donacionet të mbrin aty ku ka më së shumti nevojë. Es ist heute ein sehr schöner Tag auch für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Sot një ditë e bukur bashkëpunimi midis Maqedonisë së Veriut dhe Gjermanisë. Jam e entuziazmuar nga bashkëpunimi i gjatë që e kemi në kuadër të këtij projekti, në bashkëpunim me partner nga Maqedonia dhe Evropa. Kemi arritur shumë dhe kjo është një shembull i mirë se arritjet vijnë vetëm nëse ka bashkëpunim. Ky është shembull ku ka mbështetje nga donacione private, ku janë të kyçur kompani. Këtu është e kyçur edhe qeveria federale, si dhe krahinat gjermane. Projekt Hope, që nga viti 2016 merret me projekte që synojnë kujdesin shëndetësor të nënave dhe fëmijëve. Во името на Проект Hope би сакала да се благодарам на нашите партнери, донатори, на Министерството за здравство, на болницата и на вработените секако тука. Në emër të projektit Hope, do të doja të falemderoj donatorët, partnerët, Ministrinë e Shëndetësisë, spitalin dhe punonjësit e këtij spitali për mbështetjen në këtë projekt të rëndësishëm, që është pjesë e programit ku projekti punon në Maqedoni që nga viti 2016, lidhur me shëndetin e nënave dhe fëmijëve. Shpresojmë se ky donacion do të kontribuojë për kujdesin shëndetësor të nënave dhe foshnjeve, si dhe për një të ardhme më të mirë për pacientët tanë më të vegjël. Bëhet fjalë për aparate ekografie, inkubator, ngrohës për të porsalindurit, monitor për pacientë dhe foshnja, aparate CTG, pompa infuzioni, shtretër lindje, pajisje për fototerapi dhe pajisje të tjera mjekësore, të siguruara si rezultat i partneritetit afatgjat në kuadër të projektit Perimak. Në repartin ginekologjiko akusherik, në spitalin e Gostivarit, brenda një viti bëhen mbi 400 lindje dhe rreth 1000 kontrolle dhe intervenime. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, deri më tani janë siguruar pajisje mjekësore në vlerë prej $3.5 milion amerikan dhe janë trajnuar më shumë se 1000 punonjës shëndetësor.